Çdo kopshtar e di se çfarë duhet të presë në oborrin e tij. Barëra, insekte apo ndonjë gjarpër të zakonshëm kopshti. Por për Xherin një ditë pune rutinë u shndrua në një mak të vërtet kur ai hasi një krijesë të panjohur me ngjyra të çuditshme që nuk ngjalte me asgjë që natyra kishte krijuar ndonjëherë. Kur ekspertët dhe autoritetet filluan të hetojnë, ata nuk gjetën thjesht një kafshë të radisur, por majën e icebergut të një rjeti kriminal ndërkombëtar të trafikut të kafshëve të modifikuara gjenetikisht. Si arriti një eksperiment i rrezikshëm laboratorik të përfundojë në oborrin e një shtëpie të qetë? Përgatituni për një histori ku kurioziteti i një njeriu zbuloi një komplot që kërcënonte të gjithë komunitetin. Mes punëve të tij rutinë në obor, Xheri u pengua mbi një gjarpër të çuditshëm shumë ngjyrash pranë gasollës së tij. Një ndjenjë shqetësimi e pushtoi atë ndërsa vëzhgonte modelin dhe lëvizjen e tij të pazakontë. Ky nuk ishte gjarpri i zakonshëm i kopshtit që ishte mësuar të shihte. Ai më njëherë thiri rrojen lokale për identifikimin, duke shpresuar për një zgjidhje të shpejtë. Megjithatë, reagimi i rrojes e la Xherin pa fjalë. Kjo nuk mund të jetë e vërtetë. Me kurreshin e tij të shtuar, Xheri zgjati dorën për telefonin e tij për të fotografuar gjarprin misterios, duke shkrepur fotografi të shumta nga kënde të ndryshme. Ai kapi ngjyrat dhe shenjat unike të gjarprit. Më pas Xheri u tërhoq në shtëpinë e tij, i etur për të kërkuar në internet çdo informacion në lidhje me specie të çuditshme. Urgjenca për të zgjidhur këtë enigmë u rit me çdo moment që kalonte, duke e shtyr atë drejt të kompjuterit të tij. Por kërkimi ngriti vetëm më shumë pyetje. Ky gjarpër i panjohur sfidonte çdo identifikim, duke e lënë Xherin të hutuar dhe të shqetësuar. Diçka në lidhje me këtë situatë dukej e çuditshme, por ai nuk mund të përcaktonte saktësisht pse. Duke kuptuar se kishte nevojë për sy ekspertësh për këtë çështje, Xheri vendosi t'i telefononte mikut të tij të vjetër, Bob, një fotograf lokal i kafshëve të egra. Duke formuar numrin e Bobit me urgjencë, Xheri shpjegoi zbulimin e papritur të ditës. Nuk do ta besosh se çfarë gjeta sot, Bob. Kam nevojë për ndihmën tënde me diçka të çuditshme në oborrin tim. Bob pranoi të vinte menjëherë kur eshtja e tij u rit, po aq nga gjetja e pazakonte e Xherit. Kur Bob mbriti me aparatin fotografik në dorë, ai u tërhoq menjëherë nga gjarpri, duke ulur për tokë për ta parë më nga afër. Ai shkrepi fotografi të shumta me gishtat e tij me përvojë që rregullonin shpejt cilësimet e kamerës. Nuk kam parë kur diçka të tillë më parë, pranoi Bob duke kruajtur kokën. Me siguri nuk është diçka që e gjen këtu rrotull. Xheri ndjeu një përzierje lehtësimi dhe shqetësimi. Të paktën ai nuk po e tepronte, ndërsa Bob dhe Xheri qëndronin duke menduar për gjarprin, një mendim u kaloi në përmendje njëkohësisht. A mund të jetë një specie e sapo zbuluar? Mendoi me zë të lartë Xheri. Bob tundi kokën, duke marrë parasysh mundësinë. Nuk është jashtë mundësive, me mënyrën se si bota po ndryshon, kush e di se çfarë ka atje jashtë. Përpara se të vazhdojmë, shtypni butonin pëlqej, siguroheni që të jeni subscribe nëse nuk e keni bërë ende dhe shtypni zilën e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Dy burra qëndruan në heshtje medituese. Prania e gjarpit ishte më hutuese për çdo minutë. Spekulimet e tyre vetëm se e thelluan misterin. Fjala u përhap në përlagje më shpejt se një zjarr. Ndërsa prisnin mbërritjen e rrojes, fqinjet filluan të mblidheshin secili më kurioz se tjetri. Disa përshpëritin teori për origjinën e gjarpit, ndërsa të tjerët hidhin vështrime anktioze nga oborri i Xherit. Fëmijët bënin shenja me gishtë të emocionuar, duke tërhequr mëngët e prindërve të tyre. Zhurma e bisedës u rit dhe Xheri e gjeti veten shpejt në qendër të një eventi spontan të komunitetit. Turmat e mbledhura u ndanë në grupe spekulimesh. Një grup argumentoi se gjarpi duhet të jetë helmues, një kërcënim për lagjen e tyre përndryshe paqësore. Një grup tjetër pohoi se ka shumë të ngjartë ishte një kafshë egzotike, ose aratisur ose e lëshuar. Është shumë ngjyrëshe për të qenë diçka vendase, pohoi një burr. Kurioziteti i lagjës u përzie me një shenjë frike. Të gjithë ishin të etur për përgjigje. Gruaja e Xherit, Carla, doli nga shtëpia e tyre. Fytyra e saj e shprehur me shqetësim. Ju afrua të shoqit duke ulur zërin. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm, Xheri. Nuk e dim me çfarë kemi të bëjmë këtu. Fjalët e saj pasqyronin ndjenja që rrotulloheshin në mendjen e Xherit. Ai tundi kokën, duke vlerësuar pragmatizmin e saj. Turma në rritje nuk i lehtësoi shqetësimet e saj, por ajo mbeti e vendosur duke e nxitur familjen e saj të mbante një distancë të sigurt derisa të kishte më shumë informacion. Të tërhequr nga kurioziteti dhe zhurma e thashëthemeve, më shumë fqinje mbritën në oborrin e Xherit.
Ajo që filloi si një zbulim i vetmuar tani ishte kthyer në një mbledhje të plotë të lagjes. Bisedat dhe teoritë shkëmbeshin si flak zjarri. Prindrit i nxitën fëmijët të qëndronin prapa. Sytë e tyre ishin të mëdhenj nga eksitimi dhe frika. Gjeri u përpoqte ruante kontrollin mbi situatën, duke siguruar turmën dhe duke u siguruar që të gjithë të mbanin një distancë respektuese nga gjarpri. Kur Roja Ross më në fund briti, ai u habit nga turma në rritje. Duke zbritur nga kamioni i tij, ai rregulloi kapelen dhe vëzhgoi skenën. "Çfarë po ndodh këtu?" pyeti Ross, ndërsa ju afrua Xherit. Ai bëri me shenjë nga gjarpri dhe shprehja e Rossit ndryshoi në fokus. "Nuk kam parë kur një mbledhje rreth një gjarpri si kjo më parë", vërejti ai, duke tundur lehtë kokën. Ross nuk humbi kohë. Ai eci drejt gjarprit duke ulur për ta parë më mirë. Shkrepi fotografi të shumta dhe vuri re shenjat dhe ngjyrat e tija unike. Duke përdorur një metër shiriti, ai regjistroi me kujdes gjatësinë dhe perimetrin e tij. "Kjo është e çuditshme", urmëriti Ross në zë, ndërsa Ross vazhdoi ekzaminimin e tij, fytyra e tij u bë më serioze. Ai ndoqi me gishtë disa shenja në gjarpër dhe vëzhgoi sjelljen e tij me vëmendje. Ajri dukej se u trash nga tensioni, ndërsa të gjithë prisnin përfundimin e tij. Bëri një hap përpara dhe nxori telefonin e tij. Bëri një telefonat të shpejtë, duke folur me një ton të ulët por urgjent. Xheri dhe turma shkëmbyen vështrime të shqetësuara duke ndjesh se diçka nuk shkonte. Kur Ross u kthye, shprehja e tij kishte ndryshuar. Ai shpjegoi se pas konsultimit me një specialist, gjarpri mund të jetë shumë më i rrezikshëm nga sa kishin supozuar fillimisht. Një val frike u përhap nëpër turmë dhe Xheri ndjeu një të dridhur që i përshkoi shpinën. Ross sqaroi se gjarpri mund të ishte helmues, gjë që rriti me një nivelin e shqetësimit. Turma u tërhoq përpara sipas udhëzimeve, duke formuar një rreth të kujdesshëm rreth zonës. Duke vënë re shqetësimin e Rossit, Xheri kërkoi më shumë informacion. Pas një hezitimi të shkurtër, Ross zbuloi se gjarpi mund të ishte i lidhur me trafikimin e paligjshëm të kafshëve. Zbulimi i shokoi të gjithë. Duke kuptuar seriozitetin e situatës, Xheri thiri autoritetet. Brenda pak minutash tingulli i sirenave ushtroi në zonë, duke sjellë një ndjenjë urgjence dhe kontrolli. Kur mbritën oficerët, ata filluan menjëherë të kontrollonin lagjen. Ata morën në pyetje banorët, inspektuan pronat aty pranë dhe kërkuan shenja të aktivitetit të pazakontë. Çdo detaj i vogël duke i rëndësishëm dhe tensioni mbeti i lartë. Gjatë kërkimit, një oficer zbuloi një hambar të braktisur të fshehur pas bimësisë së dendur. Autoritetet i u afruan me kujdes dhe hynë në hambar. Brenda, ata gjetën ark të shpërndara, disa të dëmtuara dhe të tjera të mbyllura. Skena sugjeronte se vendodhja ishte përdorur kohët e fundit. Hetuesit zgjeruan kërkimet e tyre, duke pyetur sërish fqinjet për çdo pamje të pazakontë. Një banor përmendi se kishte parë një furgon natën vonë, duke shtuar një tjetër pjesë në enigmë. Xheri më pas ofroi akses në kamerat e tij të sigurisë. Oficerët rishikuan pamjet duke skanuar me orë të tëra regjistrimet derisa gjetën diçka domethënëse. Një figurë me hi u shfaq pranë hambarit, duke shkarkuar arka nga një furgon. Shpejt pas kësaj, një ekip biologësh mbriti nga universiteti lokal. Prania e tyre e zhvendosi atmosferën nga paniku në hetim të fokusuar. Ata vendosën pajisjet dhe filluan të ekzaminonin me kujdes gjarprin. Monstrat u mblodhen për analizat të ADN-s dhe sjellja e tij u vëzhgua nga afër. Ndërsa filloi testimi, vëzhgimet e hershme zbuluan karakteristika të pazakonta. Gjarpri dukej se ndante tipare nga specie të shumta, diçka që u hutoi edhe ekspertët. Ndërsa rezultatet e ADN-s filluan të vinin, fotografia u bë më e turbullt. Biologët përcaktuan se gjarpri ishte ndryshe nga çdo gjë me të cilën kishin hasur më parë. Gjetjet e tyre sugjeruan se mund të ishte një hibrid, duke kombinuar tipare nga specie të shumta. Ky përfundim i papritur ngriti pyetje serioze për origjinën dhe qëllimin e tij. Ndërsa ditët kalonin, misteri vetëm sa u rit. Gjatë kësaj kohe, Tim bëri një zbulim të papritur ndërsa eksploronte papafingon. Me diskutive të vjetra, ai gjeti dokumente që i referoheshin dërgesave të pazakonta në pronë vite më parë. Duke kuptuar rëndësinë e tyre, ai shpejt i asolli Xherit. Xheri kontaktoi menjëherë autoritetet dhe dorëzoi dokumentet. Hetuesit e njohën rëndësinë e tyre dhe vendosën të sjellnin historinë për të kuptuar më mirë origjinën e tyre. Ndërsa ndihmonte në hetim, Tim bëri një tjetër zbulim në oborin e shtëpisë. Ndarjet e fshehura zbuluan një koleksion artefaktesh të pazakonta. Këto objekte dukeshin të huaja dhe përforcuan dyshimet për aktivitetin e kaluar të kontrabandës. Artefaktet u dërguan tek ekspertët për analiza. Analiza zbuloi lidhje me një rrjet shumë të madh kontrabande.
Ndërsa hetimi i përparonte, vëmendja u kthye te identifikimi i atyre që ishin përgjigjes. Në përgjigje të dëshmive në rritje, autoritetet filluan të planifikonin një bastistje të koordinuar, hetuesit hartuan vendodhje të shumta, duke synuar të godasin njëkohësisht dhe të shpërbennin rrjetin në mënyrë efikase. Ndërsa dita e bastistjes po afroi, tensionet u përhapan në përlagje. Kur bastistja më në fund ndodhi, autoritetet lëvizën me shpejtësi në disa lokacione. Operacioni zbuloi një rrjet të fshehur në pamje të thjeshtë, ndërsa zbuluan kafaze, arka dhe dokumente që konfirmuan shkallën e aktivitetit të paligjshëm. Lagja shikoi me shok ndërsa e vërteta doli në dritë. Disa arrestime të profilit të lartë pasuan, duke ekspozuar figura kyçe prapa operacionit të kontrabandës. Zbulimi se një rrjet i tillë i organizuar kishte ekzistuar aq afër shtëpisë, i la shumë të shqetësuar, por dhe kur lehtësimi filloi të ndihej. Analiza e mëtejshme konfirmoi se gjarpi ishte pjesë e një grupi më të madh kafshësh eksperimentale të destinuara për tregti të paligjshme. Natyra e tij hibride e bëri atë të rrallë dhe shumë të vlefshëm. Ajo që ishte dikur si një incident i izoluar ishte tani qartësisht e lidhur me një operacion shumë të gjerë. Autoritetet e njohën Xherin dhe familjen e tij për rolin e tyre thelbësor në zbulimin e së vërtetës. Veprimet e tyre kishin ndihmuar në nxjerrjen e të gjithë rrjetit në dritë, duke u fituar atyre vlerësimin si të zyrtarëve ashtu edhe të fqinjeve. Ky pranim siguroi një ndjenjë mbylljeje pas ditëve të pasigurisë. Ndërsa qetësia u kthye, biologët lëshuan raportin e tyre përfundimtar. Analiza ADN-s konfirmoi se gjarpi ishte një hibrid i modifikuar gjenetikisht që kombinonte tiparet e specieve helmuese dhe jo helmuese. Ai ishte projektuar me qëllim, më shumë gjasa për të rritur vlerën e tij në tregjet e paligjshme të kafshëve të egra. Zbulimi solli qartësi në mister, por gjithashtu nënvizoi seriozitetin e tij. Ky shpjegim hodhi dritë mbi shqetësimin e hershëm të Rossit dhe urgjencën e veprimeve të tij. Karakteristikat e pazakonta të gjarpit nuk ishin natyrale, por rezultat i manipulimit të qëllimshëm. Rasti shërbeu si një kujtesë e fuqishme e rreziqeve të paraqitura nga trafikimi i paligjshëm i kafshëve të egra. Ai theksoi rreziqet jo vetëm për kafshët, por edhe për komunitetet dhe ekosistemet. Xheri dhe të tjerët e kuptuan rëndësinë e qëndrimit vigjilent ndaj kërcënimeve të tilla të fshehura. Obori i Xherit, dikur një mister, tani bëhet simbol i vigjilencës dhe forcës së komunitetit. Me kalimin e kohës, lagja u kthye plotësisht në rutinën e saj, por me një ndjenjë më të fortë ndërgjegjësimi dhe lidhjeje. Familjet u mblodhen përsëri, fëmijët luanin lirshëm dhe bisedat u bën më të lehta. Në fund, ajo që filloi si një zbulim i thjeshtë kishte zbuluar diçka shumë më të madhe, duke lënë pas një komunitet që ishte më i fortë, më i mençur dhe më i përgatitur për të ardhmen. A mendoni se duhet të jemi më të kujdesshëm ndaj asaj që mund të fshihet në natyrën përreth nesh? Apo ky ishte thjesht një rast i izoluar që nuk duhet të na friksojë? Na tregoni mendimin tuaj në komentet më poshtë.